Tani do të shkojmë tek Jorgo Pulla. Të cilin e ftojmë në studio të na bashkohet pak këtu, se kemi kohë Jorgo pa qenë bashkë të tërë në studio. Eja Jorgo, bisedojmë pak së bashku. Në Mirëmëngjes Shqipëri, na bashkohet Jorgo. Faleminderit shumë. Dhe ndërkohë që të kemi këtu, shfrytëzojmë rastin vetëm në pak sekonda të pyesim, cila është shenja më me fat gjatë kësaj jave? Çfarë thon yjet? Unë do të thosha është dashi. Është dashi, shenja e parë horoskopit. Pse është dashi? Pse është dashi? Diçka shkurt. Jo, po diçka shkurt sepse unë e di që ti do t'i tregosh gjitha për dashin, po është konkret. Kemi Marsin, që është guvernatori i shenjës së dashit, me Mërkurin në retrograd që na jep mundësinë. Po çfarë mund bëjmë nga tani deri në vazhdim? Kemi ndikime nga më të mëdha sepse çështja problematike. Personat e rëndësishëm që kanë një vend të rëndësishëm duhet të trokasin për problemet që kanë për të zgjidhur, sepse Mërkuri në retrograd nuk është problem, vetëm duhet kemi kujdes. Kjo është kryesorja, sepse flitet dhe përflitet që keni kujdes, do bëj këto, keni kujdes këtë, keni mos bëni këtë, mos bëni atë. Mund t'i bëni të gjitha, vetëm duhet kemi vëmendje çfarë duam të bëjmë. Kemi probleme me ligjin, i zgjidhim sot. Financat ku janë mirë? Është java më perfekte. Financat ku janë mirë, Jorgo? Apo? Nuk diskutohet se po. Ama këto peshorët i kanë mirë financat se janë. Peshorët, ku kanë problemin sekondar, nuk kanë problemin vazhdimsi. Pa të moment janë çik nevojë pas. Po ku pyesin peshorët, Këto ujorët e misi janë, se këta ka merak. Ujorët, çfarë kanë në mendje e realizojnë në realitet. E kuptova. Faleminderit shumë Jorgo për diplomacinë tënde të përgjigjeve. Nuk do marrim më shumë nga ty Jorgo, do të lëmë hartën tënde astrologjike dhe përshkrimin e të gjithë shenjave sepse mezi po presim. Kemi javë më të mirë. Ja 4 muaj që do vinë. Dhe kjo javë do shikojmë, nga tani fillojnë gjërat e mëdha që duhet të trokasim, duhet të bëjmë, kemi probleme, ç'është çka bëjmë me financat dhe çka bëjmë me ligjin. Pra duhet të shikojmë. Hapësira e gjitha jote Jorgo. Atëherë, fillojmë për sa përket hartës, do flasim edhe pak për sa përket hartës busullës, por gjithsesi, ja ku e kemi këtu na ndihmon kaq shumë, pra e kemi thënë dhe stërthan, sepse kjo javë është java më e rëndësishme, pothuajse e fund vitit për shumë arsye. Njerëzit me influencë, njerëzit që kanë probleme, njerëzit që kanë shumë çështje të pazgjidhura, kanë pasur një problem pune dhe nuk e kanë zgjidhur ose nuk kanë firmuar një kontratë që bëjnë kohë. Vjen një moment tani, sepse duke pasur parasysh ndikimi i Mërkurit, po ndikimet që kanë bëjnë shumë, që është shenja e dashit, është shenja e peshores, është shenja e ujorit dhe e shigjetarëve të dhiliçit të tretë, pra ku i kemi atje afër akrepit. Ajo që do na japi mundësinë tani të zgjidhim problemet, për ata që janë në vende kyçe ose kanë qenë në vende kyçe për një arsye apo për tjetrën, kanë pasur probleme shumë të mëdha gjatë kohëve, gjithë gjërat që nga tetori xhanëm, por nga kjo javë, duke filluar nga dita e sotme, pikërisht është momenti i duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet që ata kanë, sepse kanë gurin dhe arrën në dorë ata që kanë pasur probleme ose kanë firmosur gabimisht ose rastësisht. Do gjejnë vend për ta thyer, sidomos çështjet që kanë bëjnë me në çështjet ekonomike financiare që e zgjidhin, por peshorët që kanë lindur në dhjediqin e dytë, ka një moment shumë të mirë dhe tepër pozitiv për ta zgjidhur. Gjithashtu, kemi ndikimin e hënës, sepse hëna është në gafore, që bën një trekëndësh me Mërkurin, që na jep mundësinë sot për të nisur një fillim ose diçka të rëndësishëm nga dreka, ku na ndihmon dhe vonë në darkë, po ta shikoni, është afër Jupiterit dhe do shkojë në Luan. E gjithë historia dhe koha ka treguar që koha është në anën tonë, por do të shfrytëzojmë momentin dhe ndryshimet që kanë të bëjnë. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë, fillojmë me shenjën e zjarrt, me shenjën e ndryshimeve dhe e mundësive të arta, që do të thotë shenja e dashit. Pryve miqtë e mi të kësaj shenje duket se bollë u lodhët me çështjet nga më të vështirat, por keni ditë t'ja dilni. Edhe pse keni pasur mjaft probleme, mjaft çështje të ndikuara nga persona të tretë, por gjithsesi është koha dhe momenti tani për të arritur qëllimit tuaj dhe mundësitë të arta që keni. Në çështjet që kanë të bëjnë me anën shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me britqap dhe gafore, duket se ka diçka shumë të madhe nëse juve keni mundësinë për të zgjidhur një çështje të pazgjidhur para disa kohëve. Është një moment mjaft i mirë dhe ai që është momenti më ideali për sa i përket ditës së sotme, ka të bëjnë dash peshore, mos e lini pas dore, sepse është koha dhe momenti tani. Do shikoni dhe vetë, pastaj do kujtoheni se diçka ka thënë Jorgo në TVSH, dhe më duket se ky është momenti më i mirë i mundshëm tani, sidomos nga ora 12 e tutje keni ndikime shumë favorite juve të shenjës së dashit ose çështjet ligjore, për sa i përket një pastrurie pa lujshme, duket se do të zgjidhet pikërisht tani e tutje.
Do vjojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, që do thot shenja e demit. Demi në fakt, gabim e thonë që janë në vrik, gabim thonë që në një punë ngelen dhe nuk duan të ndryshojnë. Duan që të shkeme të. Por demi jep rëndësi aparencës asaj çka është, kush është. Demi thotë, unë vazhdoj dhe veproj. Të tjerët, nëse duan, më ndjekin. Në anën tjetër, në role drejtuese, lumë ata që kanë një dem në punë dhe mirë ata që nuk e dinë vlerën. Është momenti tani që do kemi ndryshime mjaft të rëndësishme, ndryshime në themel, për të gjitha shenjat. Dhe ky ndryshim që fillon nga dita e sotme, do shikoni edhe vetë ju, deri nga fillimi i marsit të 2026, ta flasim për atë, ne, por nga tani. Do të shikoni edhe regjistrojeni këtë video. Edhe atë do kuptoni shumë gjëra. Sepse çdo gjë do shkoj në ullin e duhur, në rrugën e duhur. Momentet që kanë të bëjnë tani e tutje në fushën e punës suaj, edhe pse ai nuk është puna juaj, por doni dhe kërkoni diçka të re, dhe është momenti juaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me ujor të dhjetëdijçit të tretë, është një moment mjaft i mirë. Edhe pse grindeni, edhe pse doni që çdo gjë të shkojë mbar, por mos e merrni me shpejtësi. Avash avash del atje ku dëshironi juve. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, tek një shenjë me ndikime shumë të mëdha, me çështje shumë pozitive dhe një udhëtim i papritur, që do të thotë shenja e binjakëve. Për sa i përket juve të shenjës së binjakëve, sot një nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim, sepse dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme. Edhe pse në ndikimin e Mërkurit, ku është guvernatori juaj, që ndikohet në retrograd, ndikohet në çështje që kanë të bëjnë me punë problematike. Disa njerëz që kanë folur kundra jush, për shembull, e marrin me kështu, domethënë të kuptojmë thjesht shqip. Dhe çfarë ndodh? Kur të takoni Robin atë X-in apo Y-in, e thotë unë kështu e kam dëgjuar. E kam dëgjuar, jo se e thash unë, thotë. Atëherë problemi është nga ka ardhur ky burim informacioni. Dhe vim në përfundim. Nuk dëgjojmë se çfarë flitet jashtë. Çfarë flitet, futet këtu, dali këtu. Pa ndaluar fare. Dhe shikoni drejtimin dhe atë çka juve keni. Sepse do dëgjoni edhe shumë gjëra tjera ju. Por pak rëndësi ka. Rëndësi ka duket puna juaj. Problemi është sepse punoni shumë edhe u bin sy çik më tepër se ç'duhet. Ky është problemi juaj, punë e madhe. E rëndësishme është juve ndjeni të lumtur sepse arrini suksesin që juve e keni në mendjen tuaj dhe e bëni realitet. Koha është pikërisht tani dhe mund të stabilizoni disa çështje, edhe do ishte mirë për juve që jeni në role drejtuese, sepse mundësit janë, të bëni disa takime me punonjësve ose diçka që ta rregulloni këtë javë, se është e mirë, lejeni ku doni ditën juve, por është shumë e mirë. Për juve që merreni me bankat ose me garanci të ndryshme për blerje që kanë të bëjnë, është momenti mjaft i mirë, sepse ajo që keni ndërruar para disa kohëve nuk e blini dot, por vjen momenti ose në lidhje me bankën, ose në lidhje me diçka të rëndësishme që do të keni, hapen rrugët dhe vazhdoni aty ku dëshironi. Sidomos 10 ditë që tretë që ka pasur probleme me punën ose padrejtësitë që janë bërë shenjës së binjakëve, do ta zgjidhin çështjet e dashurisë. Janë në rrugën më të mirë, asnjëherë s'kan qenë natë siç janë tani tutje. Sidomos binjak ujor, binjak virgjëresh është diçka shumë pozitive dhe e parritshme dhe shkoni deri drejt në altar. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, po shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë me ndryshime dhe me ndikime shumë të mëdha dhe pozitivitet, ndikimi dhe guvernatori juaj që është Hana në shenjën tuaj, do thotë gaforja. Gafora dashura, e keni mundësinë, nuk diskutohet sepse Hana që bën ciklin në 12 shenjë zodiakale bën 28 ditë. Ju e dini. Dhe nuk është e thjesht, dhe pse natyra ndihmon, nuk dënon. Dënon nëse neve jemi kundra saj. Në rastin konkret, me qenë se Hana ndodhet në shenjën tuaj deri në darkë në orën 19:20 ku do kaloj në Luan, është një mundësi tani që juve të bëni takime, bisedime, mundësi me jashtë sidomos me njerëz të rëndësishëm, të lindur sidomos nga data 2, 3, 4, 5, 6 të shenjës suaj, është një moment fantastik. Edhe pse do të dëgjoni disa lajme, disa fjalë, ose një takim i papritur që mund të ndodhi për juve të shenjës 3, 4, 5, 6, punë e madhe. Atë punë kanë sepse duhen bisedat janë dhe bëhen dhe nuk kemi keq kuptime. Arma më e fuqishme është heshtja dhe
të flasim butë dhe jo ashpër. Vazhdimësia duket korekte nga ana juaj. Në çështje që lidhet me anën shpirtërore, lidhet që kanë të bëjnë me britsjap dhe me peshore, të dhjetëdhjetë të dytë, është diçka shumë fantastike. Shkojmë tek një shej zjarri, tek një shej që ka qenë me nerva këtë ditë, që ka filluar ditën e martë që lam pas, dhe vazhdimësia tani duket më e butë dhe më pozitive. Kjo do të thotë shenja luanëve. Luanë dashur, sido që të vinë gjërat, nga do që të shkoni, nga do që të kaloni, është shumë e rëndësishme puna dhe ajo që doni të bëni. Lëvizjet që do të bëni juve kanë një lëvizje shumë të rëndësishme në fushën tuaj, në lidhje me karrierën tuaj. Edhe pse juve që merreni me tregëti, çdo lloj pasuri e palujshme, është momenti më i mirë. Por juve që merreni me punë real estate, exchange, është një moment mjaft pozitiv. Edhe pse do lëvizni nga i vend pune, juve që jeni punë shtetërore, do t'ju duhet të lëvizni sepse është në të mirën tuaj. Dhe është një moment mjaft i mirë për të zgjidhur problematikat që juve keni në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të dhjetëdhjetë të parë dhe me britsjap të dhjetëdhjetë të tretë, është perfektja. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë paksa nevrike nga dje mbas dite, kjo do të thotë virgjëresha. E marrëm këtë fundin nga dje mbas dite. Pse? Sepse ishte i takim për të bërë, nuk u bë. U shty. Po mirë, ditë shtyhen nga dojene sepse edhe puna e tepër dëmton. Por në çështje që keni të bëni me punën, me karrierën, me ndryshimet, sepse fillimi i kësaj javë të mbarjur edhe ka për të qenë nuk diskutohet duan apo s'duan të tjerët, është një moment mjaft i mirë për takime që do të bëni. Një dashuri e munguar, një dashuri e prishur nga të tretët rregullohet dhe shkon në altar. Nuk pyetet më se çfarë ka thënë dhe pse e ka thënë. Rëndësi ka, ata do mërziteni çik se ju do bashkoni prap edhe do shkoni drejt në fustanin e bardh, po s'kemi ç'të bëj, tjerët atë punë kanë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore dhe punën, janë dy gjëra kryesore që pikërisht duke filluar nga tani, gjërat do të ndryshojnë, sidomos dhe nga mbasditja duke diçka e mbar në anën tuaj, sidomos lidhjet me binjak dhe me peshk të dhjetëdhjetë të dytë. Vijojmë tek shenja radhës, një shenjë shumë e rëndësishme, tek hyrpa dhe piperi, që unë them gjithmonë që do thotë shenja e peshores. Për peshoret lëvizje nga më të ndryshme që kanë në ekonomi, në stabilizime, në dashuri, e kanë lënë diçka mas dore dashurinë, por e rregullojnë, dita rregullojnë ata. Dhe ka një mundësi tani, sepse shenjat e ajrit sado që nevrikosen, sado që e kanë mundësinë dhe çështje të rëndësishme që mund të lidhet me punën aktuale, por lidhet edhe me një ndryshim shumë të madh që do bëjnë në fushën e karrierës së tyre, sepse një lajm që kanë marrë para disa ditëve, duke se bëhet realitet nga sot e tutje, sidomos kjo javë, bini pas nuk heq asnjë presje, në çdo minutë të kësaj jave shfrytëzojeni. Keni probleme, trokisni, keni gjëra që doni të bëni një takim ose të shtyrjet. Shtyrjet nuk është në të mirën, por mundoni që t'jeni sa më korrekt në atë që doni të bëni, sepse duke pasur parasysh edhe koha që është në favorin tuaj, edhe pse çështjet ligjore keni pasur probleme me pasuritë palujshme, duket se kjo do të zgjidhet pikërisht nga tani e tutje, ku është edhe momenti juaj. Me blerjen në një shtëpi, pse jo, e keni pasur ëndër, por realiteti sepse duhet edhe pak kohë që juve ti stabilizoni, por peshore gjithmonë din shumë mirë ku do të shkojnë. Me një dokument që keni pasur problem me bankat për shembull për marrjen e një pasuri palujshme, duke se është zgjidhur pikërisht tani e tutje, sepse do kemi edhe lajme shumë të mira. Do të shkojmë këtu, do jemi deri në 2030, do kemi gjëra që s'e kemi parë këtu në 200.000 vjet. Gjithsesi, është koha dhe momenti më i mirë i mundshëm për stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor të dhjetëdhjetë të parë dhe me binjak të dhjetëdhjetë të tretë, është diçka perfekte. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që gjithmonë triumfon, zbaton dhe rregullon çështjet të mëdha. Që do thotë akripi. Por ju të kësaj shenje, edhe pse keni pasur shumë çështje të lëna pas dore jo për fajin tuaj, po vjen momenti X apo Y që të jetë mirë me të tjerët, shfrytëzon momentin ose një punë të dytë që ju jep, se di çfarë bëjnë akrepët, por akrepët janë çik më të zgjuar. Dhe çfarë bëjnë? Po, nuk diskutojnë, ndoshta e rregullojnë. Nuk i thotë as do ta përfundoj, por as do ta nis, sepse duhet kjo. Kjo mungon. Atëherë, si se mungon kjo, tani s'kemi të bëjmë ne, por gjithsesi
duhet pasur pak vëmendje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshkë dhe me binjak është perfektja, po me dem, sado që të grindeni, juve me njëri tjetër nuk bëni, po pa njëri tjetër nuk jetoni. Me firmë, me vull, Jorgo Pulla. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që pret me padurim të realizojë çështjet e tyre, dokumentacione, që do thotë shqiptari. Dokumentacionet pse? Sepse për juve që ndodhin, sepse shqiptarët që kanë indikim shumë mirë në jashtë Shqipërisë, që janë mirëgjym, ka të bëjnë shumë në lidhje me çështje dokumentacione, lidhje janë shumë të absionuar me punën e tyre, për ata që kanë një biznes të tyre, për ata që kanë një shtëpi jashtë. Italia, Zvicra, Austria, në këto shtete ka i diçka shumë të madhe dhe në moment perfekt, ideal për zgjidhur çështje problematike. Nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në gjërat që doni të bëni. Prandaj është momenti dhe koha më perfekte, më ideale. Prandaj bini pas, mos e lini pas dore. Nëse juve do të bëni një shitje, ju që jeni në Shqipëri dhe e shitni për një arsye apo për tjetër, nëse është për të lëvizur, do prisni pak. Nëse është për shitur këtë për bler diçka tjetër po në Shqipëri, është koha dhe momenti më mirë. Mund ta bisedoni që të jeni zgjidhje në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore jeni pak fajtor. Po pse? Sepse merreni me punë të ndryshme, me shumë biles dhe keni lënë pak pas dore. Zgjidheni pak problemin, sepse një problem i vogël që mund të debatoni është me dem, është me virgjeresh, është dhe me ujor të dhjetëdhjetit të dytë. Meqense pak kujdes me ujorin e dhjetëdhjetit të dytë, sepse faju bënuese se mori njëri, po koha është që duhet pasur kujdes, mos u nxitoni. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë me reputacion, me emër dhe me vendime që do të marri tani e tutje. Vendime shumë të rëndësishme, madje është koha që do shpërthejnë, që do thotë britsjapi. Po, britsjapët kanë shumë mundësira tani e tutje. Është koha e tyre, është momenti i tyre. Kanë këtu e 13 vite të shkuara që kanë pasur shumë çështje të lëna pezo, shumë çështje problematike, shumë gjëra që nganjëherë nuk mundin të zgjidhni për një arsye apo për tjetër. Por koha dhe momenti do që juve të jeni në krye të listës për gjëra të mëdha ekonomike financiare. Nëse për juve që punoni në banka, për juve që punoni në vende kyçe, në dogana, keni pasur çështje që në rol drejtues, po shumë të rëndësishëm, shtetërore, ndërshtetërore, gjërat e natyre, shikoni, rishikoni gjërat, sepse jo se mund të bëhet diçka kundra jush, nuk ka lidhje kjo. Lidhje ka sepse një punë e gjatë ose diçka që gabimisht njerëz jemi dhe gabojmë, por mund të trokasim dhe të gjejmë zgjidhje. Çështja që kanë bënë me ligjin, do më kujtoni këtu do jemi, do thosh se ka mundësi që ndodhin këto fenomene, nuk është çështje magjike, nuk është çështje që çfarë po ndodh. Ndodh për një arsye, sepse ndikimi i planetit janë ku janë, ne jemi këtu ku jemi, por lëvizja që bën dhe këndet që bëjnë planetet është momenti. Pra, busulla është ajo e keni parë dhe vetë se si funksionon. Nuk është e njëjta, nuk ka të bëjnë shumë sepse lëvizja që bën hëna e vetmja është hëna që bën 2 ditë me 2 ditë e gjysmë në çdo shenjë dhe kjo ndihmon shumë në lidhje me çështjet tona, në lidhje me atë që neve duam të realizojmë. Mos u shqetësoni fare sepse nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të zgjidhur çështje problematike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me kafore dhe me peshore, duken se janë të mbara. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë ajri, një shenjë me ndikime shumë të mira në pozicione të rëndësishme, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorë të dashur, keni mundësinë tani, keni dhe kohën e duhur për marrjen e vendimeve të rëndësishme në fushën e karrierës suaj, në fushën e punës suaj. Në fundit juve keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në anën ekonomike, zgjedhjen e duhur në çështje të rëndësishme financiare, edhe pse keni pasur disa çështje problematike të vogla, por të zgjidhshme, një problem i vogël mes të tretëve nga një pasuri e paluajtshme ose jeni në mendime që ta realizoni me familjen tuaj, bashkëshorten, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, sepse juve në fakt jeni social, juve keni mundësinë dhe dini shumë mirë dhe flisni aty ku duhet dhe jo kur s'duhet dhe fjala juaj zëvon. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep, binjak, duket se janë të mbara dhe jo problematike. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që i ka rezistuar kohës ndër vite dhe e dim që vera sa më shumë qëndron dhe aq më e mirë bëhet dhe më e besueshme që janë peshqit. Por juve të kësaj shenje, edhe pse jeni pak a shumë të ndikuar, mendoni shumë, realizoni ca gjëra që për disa mund të ketë qenë disi, por tani të tretët janë pak në merak, janë pak në siklet.
sepse juve doni që në lëvizje që bëjmë planetet tani dhe Mërkuri në retrograd, Marsin krahun tjetër që jep për shpejtime të gjërave, do thonë që do trokasin këta, do thonë hajde të gjejmë një zgjidhje pa shkuar në gjykat, pa zgjidhur me gjyqje me njërin tjetrën. Kemi pasur një problem me pasuri ose një çështje kemi dhënë një kapar, që deri dje par dje se merrnim dot. Ata do të trokasin, do thotë urdhë dhe përqindje që juve ju kemi vonuar dhe ju kërkojmë ndjes. Po pse vallë tani në këto momente, sepse mos dalin gjëra të tjera. Por juve të sheshe peshqeve, me qenë se keni intuitën, baza juaj është intuita dhe ju ecni me intuitën tuaj. Dhe kjo është diçka shumë e madhe për juve të kësaj shenje. Dhe mundoheni që çdo gjë nuk diskutohet se bisedime bëjmë, njerëz jemi, por mund të pyesim 100 vet, por bëjmë atë që bëjmë di mirë ta bëjmë vetë. Dhe kjo është koha dhe momenti juaj, është çështja më pozitivja, edhe pse ata kanë pasur shumë gjëra problematike të tretët me juve, sepse nuk lejuat firmosje pa u siguruar dhe edhe pse ata mund të firmosnin në dokumente në emrin tuaj, po vullën e keni juve në xhep, kështu që kjo vula prish punë edhe mund të firmosi kush të doj, është si punë e fotokopjeve edhe jo originalit. Kjo do thotë që tani do shpërthejnë shumë gjëra për peshqit, sepse peshqeve me thëna drejtën këto 3 vitet e fundit ju kanë rënë qafë, si në punë, si në karrierë, si në gjërat e kësaj natyre, por nuk e dinë se tani është momenti, koha dhe pozicioni planetar që ndihmon jashtëmasa në këtë aspekt. Në fushën e dashurisë, edhe pse ka të bëjnë shumë ndikime dhe favorizime që merren me anë, me akrep, me dem, të dhjediqit të tretë, është diçka shumë pozitive, madje është momenti i duhur. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht të kësaj dite, kaq të rëndësishme, por mos u mërzisni fare sepse ndikimi i Mërkurit në retrograd, dëgjoni çfarë duan për Facebook-ra, kudo, mos i merrni përballë se nuk ka ndikime. Gjithashtu është momenti dhe koha, është pozicionimi planetar që u jep mundësinë. Prandaj mos më shqetësoni. Rishikojmë nesër me parashikimet në vazhdim dhe gjëra të re që do të kemi. Na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Nga unë Pulla. Gjithë mirë.